Po manej, kur e pom që i festivali për merë hapat e vetë, për merë masësin e vetë, madhështin e vetë, na e kemi ndru datët dhe kemi dalë korrekt. Për shkak marketarëve, për shkak njerëzve që na kanë shkruar që dojnë me konë pjesë e festivalit e smujnë qershor, për shkak të njerëzve të huj që na shkruajnë non-stop në rrjetet sociale që dojnë me konë pjesë e publikut, edhe kemi bërë në korrekt. Vazhdojmë prapë në korrekt edhe tash e kemi marrë një varr rrugë që s'dojmë më nolë dhe më konë që të dodat tona gjithë. Tash ndoshta, unë thash pak më herët, duke qenë që është edicioni i 4, padyshim është lehtësu puna ndër vite. Tash i keni gjanat shumë më të përgatituna dhe gjithçka tjetër, por nëse kthehemi në edicionin e parë dhe flasim sa i përket sfidave të këtij edicioni, çush ka shkuar ndoshta ky edicion i parë, çush është prit prej njerëzve në përgjithësi? Në edicionin e parë kena pasur në fokën e fillestarit, kanë shkuar këto sene të mirë, gjithë. E tash kemi të lashe pak se kemi ndru lokacion. Lokacioni i ri është për botë qendër sportive, një lokacion që nuk i ka kushtet që kemi pas të i vjetri. Edhe pa dyshim që kjo në ka bo të lashe, në ka shkaktu të lashe, se nuk ka rrymë të mjaftueshme, do të me bo me generator, nuk ka nivelizim të venit që shduhet. Këto janë bo improvizime manej prej anës tonë, edhe kena një skin të vogël dikon një 40 metra, 16 e gjatë, një mega stage që kërkon mund, kërkon kohë dhe kërkon angazhim, që nuk bëhet hajgore ma stage se do të më nivelizu në mënyrën më të mirë të mundshme. Na ka shkaktu të lashe, po prapë që kjo përvoja na ka mojt gjallë, dhe na ka mojt me shpresë që gjithçka shkon mirë, edhe për deri tash mirë ka shku. Na më mdokët jemi tash në këtë epokë, në këtë periudhën kur njerëz po dinë me zgjedh muzikë të mirë, po dinë me klasifiku ndoshta se çka po është mirë me dëgju dhe gjithçka tjetër, po të njëjtën kohë jemi po mdokët në këtë periudhën e TikTokut që njerëz po dinë çka është komerciale dhe me dallu ndoshta muzikën komerciale dhe muzikën që realisht ja vlen me dëgju. Kur dalemi tek rryma ndoshta e muzikës cilën ju keni zgjedhur me realizu këtë festival, ke pa ndoshta ndaj farë çudien, je habit ndoshta me faktin se sa shumë njerëz po dëgjojnë muzikë të tillë? Po na realisht e kemi di që ka pas rock and roll në Kosovë, se që tu jemi bazu, ka pas rockera, ka rockera. Po mani edicioni i vitit kalun na kalon neve mbresa se ka pas shumë njerëz. Edhe kur e kemi po qatë sukses, tani na ka motivu për me bo edicione tjera edhe më të mëdha se që kemi pas vitin e kalun. Edhe na jemi habit kur e kemi po që qatë shumë njerëz e dojnë rock and roll në Kosovë. Adin për jetë vërtetës. Se është një zhanër që, mas me thonë, ka dek, po është një zhanër që ka flejt, për një kohë ka flejt. Çka ka çudit mas shumë të ndërshta gjatë këtyre viteve duke realizu këtë festival? Na kemi realisht grup moshën 40-45, e vjetë ka pos shumë tri. Edhe si vjetë, po besoj që ka me pos shumë tri. Që kjo ka qenë e habishme pak për mu se në 2 edicionet e para realisht, na kena pos gjenerat për 2014, për 2015, kena pos pensionera, publik. Adin është e vërtet kjo, ma ne vitin e kalun nështë edhe për shkak të bendeve, Elita 5, Bushpepa, Grepin për Itoqis, patë edhe reni shumë. Në realisht, kjo bëhet edhe për reni, nuk bëhet shumë për njerëz që janë mosh, neve na lumëtërej kjo fakt edhe na motivoj për me vazhdu për para. Numri festivaleve